Velia do të ishte informuar mirë dhe do ishte shumë i gjakftot që çdo gjë është super përgjim. Habinem se s'ka këshilltar t'ia thotë. Nëse Velia po themi nuk do ishte humbur gjaftësinë e Mamed dhe nuk do kësheshar majtas gjathas me ton agresiv, siç e tha ty e përshkruaj ty, do të thotë që struktura argumentuese e prokurorisë dhe gjykatës për ta mbajtur burg do ishte dobët, e brisht. Jo, kjo tani ka rënduar, jo, se me këtë ka luajtur. Kanë dashur të përforcojnë elementin rrezikshmëri. Po, në media dhe në komunikim, kjo është luajtur kryesorja. Strategjia e dy prokurorëve. Ka thënë që ky person po doli donator mbi dëshmitarët. Ja, ta them dhe mbylla. Strategjia e dy prokurorëve, zoti Dumani dhe zoti Dado, ka qenë të përforcojmë elementin rrezikshmëri në bindjen e gjykatës, që ky njeri të mos i ndryshohet masa e arrestit në burg. Kaq. Po, njeriu kur do të përforcojë diçka do thotë që ajo gjë që ka nuk është aq e fortë. Patjetër. Pa dhe përdorë termi përforcues. Okej, ka xhatlu. Në fal për deklaracin domethënë kanë arrestuar për ta përgjuajtur që të kapin provat. I kanë shtuar dhe i pik saldimi tjetër. Po, po. Okej, tash. Po. Atë është e njëjta situatë si e vlerëson. Lidhe me përgjimin në qeli. Nuk, jo për çdo procedim bëhen përgjime në qeli. Edhe numra telefone. Në burg. Domethënë vetëm për rastet të veçanta bëhen përgjime. Sepse përgjimi, siç kemi thënë, është mjeti i kërkimit provës. Në rastin konkret, domethënë edhe të gjitha veprimet, sepse edhe vendosja teknikës ka një procedurë, sepse kanë shku para, kanë vonë teknikën dhe kanë futur mbrapa, çka tregon se e kanë çuar durrës. Po, unë kam dëgjuar që janë përgjime ambientale. Por pra, me përgjimin ambiental duhet të çosh teknikën aty. Do një teknikë speciale. Duhet të shkojë ai që vet teknikën para dhe të shkojë personi mbrapa. Dhe këta e kanë ditë që do shkojë aty dhe ja kanë vonë teknikën. Tani, teknika nuk është se vët në çfarë lloj procedimi, duke qenë se është mjeti i kërkimit provës, për raste të veçanta vendoset. Domethënë nuk është diçka e palishme. Vendoset me kërkesë prokurorit dhe vendos gjykata, ka dhe raste emergjence që mund vendoset me urdhër prokurori, me vendim prokurori dhe miratohet nga gjykata brenda 24 orëve nga marrja e vendimit të prokurorit. Tani, nga dhënat që kemi marrë nga mediat, se duhet ta themi, duhet ta theksojmë, se doli dhe avokati vet, bëhet fjalë që këto përgjime intimidojnë prokurorin, pra janë porositur dhe nga gjitha që kemi dëgjuar kanë bërë një analizë vet, që janë porositur nga Erion Velia që bëni shkrime ose bëni takoni persona ndryshe. Se kuptova, ma thuaj edhe një se nuk ishte shumë i qartë. Pra, prokurori thotë që Erion Velia ka porositur shkrime. Po pra, ka porositur në emrin tim edhe të prokurorisë. Janë porositur, janë media. Tani, kjo ka një diçka, ka një specifik media. Po pa tani, se unë një gjithë kuptoj, tani, duhet që ai që është i pandehur për fajtor, duhet ketë dhe sillit mirë tani? Tani, këtu po... Se kuptojmë të, sepse për shumë, doktor Berisha, po marrim një shumë, deti gati një vit në arrest shtëpie. 11 muaj. Nuk la gjë pa thonë për spago. Organizat kriminale, këto. I vetë një ndryshim zhej është se këtu e ka thonë telefon. Nuk u grita si akuz. Këtu e ka thonë në telefon live. Këtu është i vetëmi ndryshim është që këtu e ka thonë në telefon dhe aty edhe këtu është tonë live.